Dyshohet se kanë vendosur ose shtuar rezultat ose vota në favor dikujna, por siç e ceku edhe i dyshuar cilin e mbrojtëron, ai nuk ka pasur as qëllim e as ndonjë dëshirë apo ndonjë formë tjetër që t'i vendos dikuj vota. Fillimisht duhet të tregoj se policia pas një aksion të gjerë është duke intervistuar persona të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale falsifikim e rezultatit të zgjedhjeve nga zgjedhjet e fundit të motra me 28 dhjetor. Klienti im sapo përfundoi deklaratën, i njëjti deklaroi se nuk ka dorë as nuk ka pas interes as qëllim që të falsifikoj as të anoj të kurfar kandidati apo të një subjekti caktuar. Realisht qëllimi është sepse dyshohet se kanë vendosur ose shtuar rezultat ose vota në favor dikujna, por siç e ceku edhe i dyshuar cilin e mbrojtëron, ai nuk ka pasur as qëllim e as ndonjë dëshirë apo ndonjë formë tjetër që t'i vendos dikuj vota. Kandidati im ishte nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe nga provat që kishte me vete rezultonte se nga gjitha kutit ku kishte marrë pjesë i kryesues, rezultati ishte minimal 2 ose 3 vota plus minus nën marzhën e gabimit që lejohet nga Komisioni Qendror Zgjedhor.